Përshëndetje të nderuar shikues, po ndiqni lajmet në RTK. Sot dhe nesër në Bruksel mblidhen ministrat e jashtëm të NATO-s, ku pjesëmarrës do të jetë edhe sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, por para këtij takimi shefi i NATO-s në një konferencë me gazetar foli edhe për Kosovën. Rute theksoi se kur bëhet fjalë për Banjskën dhe për sulmin kundër forcave të NATO-s, serbët duhet të punojnë në llogaridhënie. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka porositur që Serbia duhet të angazhohet në llogaridhënie për sulmet në Banjsk dhe për ato ndaj ushtarëve të KFOR-it në veri të Kosovës. Ai konfirmoi se këto mesazhe tashmë i ka transmetuar tek politikanët në Beograd. Situatën e sigurisë në Kosovë e kemi afër zemrës. Ne duhet të sigurohemi që stabiliteti i arritur që nga viti 1999 të vazhdoj, dhe kur bëhet fjalë për Banjskën dhe gjithashtu për sulmin ndaj forcave të NATO-s, të dyja të ndodhura në vitin 2023, serbët duhet të punojnë në llogaridhënie. Kjo është ajo që kam diskutuar me presidentin Vučić në telefon dhe gjithashtu gjatë darkës tonë në Bruksel 2 javë më parë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s foli para gazetarëve në prag të takimit të ministrave të jashtëm të shteteve anëtare, ku për herë të parë do të merr pjesë edhe sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio. Kreu i NATO-s theksoi se angazhimet rreth vënies fund të luftës në Ukrainë nuk do të ketë ndikim në fokusin ndaj Ballkanit Perëndimor, veçanërisht jo në kontekstin e forcave paqëruajtëse, me që sipas tij, si misioni në Kosovë ashtu edhe ai në Bosnjë, janë shumë të rëndësishëm për aleancën. Duke ju referuar memorandumit të arritur mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, shefi i NATO-s tha se këto janë marrëveshje të cilat arrihen jashtë kornizave të aleancës. Mesazhe në Kosovë solli sekretari i jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar David Lammy, i cili takoi krerët e shtetit e të partive politike. Ai ka qëndruar në Kosovë në kuadër të një turneu në Ballkanin Perëndimor me qëllim të forcimit të bashkëpunimit në luftimin e imigracionit të parregullt dhe krimit të rënd të organizuar. Presidenti Vjosa Osmani ka propozuar Britanisë marrëveshje për mbrojtje dhe ekonomi. Dy persona dyshohet të jenë të përfshirë në vrasjen e arreshterit të policisë së Kosovës Muhamet Lika në ngjarje ndodhur të martën në hyrje në banesë të ndjerit në Kaçanik, kanë bërë të ditur në prokurorinë themelore në Ferizaj. Sipas prokurorisë, për momentin nuk ka të arrestuar dhe se nuk dihet motivi që ka çuar deri te vrasja, duke hedhur poshtë kështu të gjitha spekulimet të cilat po qarkullojnë lidhur me rastin. Prokuroria në Ferizaj ka kërkuar nga çdo qytetar që ka ndonjë informacion të paraqitet në mënyrë që sa më parë të zbardhet rasti. Vazhdojmë tutje, avokati ish presidentit Thaçi Luka Mishetić në një deklarim për media ka shprehur shqetësimin për ritmin e ngadalshëm të procesit gjyqësor në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag. Provat e paraqitura nga prokuroria, Mishetić i ka vlerësuar si të dobta dhe ka theksuar se shumë prej pretendimeve të ngritura janë pa mbështetje të mjaftueshme faktike. Megjithatë, ai ka shfaqur optimizëm për përfundimin e procesit në favor të Thaçit, duke besuar se procesi do të çojë në një akt gjykim të drejtë. Gjykata e Prishtinës raportohet se ka dënuar me 250 euro kryeministrin në detyrë Albin Kurti, pasi ai nuk ishte paraqitur në prokurorinë speciale për të dëshmuar lidhur me rastin e rezervave shtetërore. Për këtë u kërkua një deklaratë nga Kurti gjatë inaugurimit të një qerdhjeje në Gjakov. Dënohëm unë nga njëherë, por mos u mërzitni ju, citohet të këtë thënë ai. Gjykata e Prishtinës kishte lëshuar urdhër ndaj Kurtit për të paraqitur në prokurori dhe për të dëshmuar lidhur me rastin e rezervave, por ai nuk ishte paraqitur. Lideri vetëvendosjes, e cila doli e para në zgjedhjet e 9 shkurtit, ka nisur takimet me partitë politike të pakicave në kuadër të konsultimeve për formimin e qeverisë së re. Ai ka takuar Emilia Rexhepin, Nenad Rashiqin dhe Elbert Krasniqin, ndërsa PDK ka mbledhur kryesin ku lideri i partisë Memli Krasniqi i ka informuar anëtarët për komunikimet e fundit me partitë parlamentare me përjashtim të vetëvendosjes.
Aktivistët e iniciativës Asnjë cent më shumë kanë paralajmëruar sërish sot bllokim të zyrave të Zërrejës. Sipas tyre asnjë rrahje, asnjë arrestim dhe asnjë presion nuk do t'i ndalë që ta kërkojnë të drejtën e tyre. Një ditë më parë 12 aktivistë e iniciativës Asnjë cent më shumë janë arrestuar nga policia e Kosovës pas aksionit që patën në bllokimin e zyrave të Zërrejës. Ata thanë se gjatë arrestimit u përdor edhe dhunë kundër tyre, pikërisht për shkak të paralajmërimeve për shtrenjtim të sërishën të rrymës të shtunën do të protestohet në Prishtinë. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura. Ju falenderit për vëmendjen, mirupafshim.